Sot hasedi ju ka i shkatran vllaznit nërmes veti. Kur ti e xhelozon një person caktum, kjo i bjen sikur ti i thush Allahut, o Allah, që të mirë që ja ki jep ti këtij robi s'ke bon mirë që ja ki jep. Me përkthy veprimi i hasedit është me u rebelu përballë Allahut. E kush mundet mu rebelu përballë Allahut? Ti mundet me ty menja, unë rebelona, po veç pasha Zotën avodon kur herë nuk sheh. Thot Allahu, a mos kanë ziri njerëzit për atë që Allah ju ka dhënë, njerëzit tjenë nga mirësitë e ti. Tash me bedham me këtë gjuhën e asfaltu me tonën. O vllai dashu, pse be duhesh ti me e xhelozu ata që Zoti i ka jep mirësisë ti. Allahu i jep kujdan, i jep pasuri, i jep autoritet, i jep dije, i jep të mira, i jep iman, i jep urtësi, i jep butësi, i jep familje, i jep shoqëri, i jep. Këto janë mirësitë Allahut, dhalike fadlullah yu'ti men yasha. Këto janë mirësitë Zotit që Zoti ja jep kujdan. Sot hasedi ju ka i shkatran vllaznit nërmes veti. Qofshin vllazën prej gjaku, qofshin vllazën prej nane, prej babe, qofshin vllazën edhe prej fes. Hasedi i shkatran, hasedi o të i shkatru raportet tona, po në dënë me ne shkatru shoqërinë tonë. Na nuk mundem me përballu kur e shohim një njerin mesin tonë që ka hec, ka një mirësi, ka një begati, nuk reagojmë që kështë reagon zemra e besimtarit që kur e shef vllaun e vet në mirësin, begati, me i thonë barakallahu fik, Allahu ta bekoft, të bekoft Zoti, bereqet Zoti të dhashtë në këto gjëra. Na me njerë janisim, ka je marrë këto, që shiboni këto, makaki, takaki, rakaki, do shprejet ulta, që njerëzët ult, kur gjost ka lyp, kur gjost ka marë, Wallahi billahi ke mu pyt Allah. Ki fol për dikon, Wallahi billahi ke mu pyt për Allahun, ose me shku me ja kërku halalokin, e mi thonë baba halal se të kom hin hak, ose kërki me dal para Allahut, ki me e plogari.